Ministri i Shëndetësisë dhe njëri nga liderët e Vlenit, Arben Taravari, theksoi se beson se do gjenë zgjidhje të kapshme për të gjithë partitë brenda Vlenit. Ai tha se janë duke biseduar me partitë me Vlenin dhe se grupet e punës po punojnë për këtë. Jemi duke negociuar, jemi duke biseduar, ka shqetësime, është evidente, tashmë çdo kush e shef, po ne do të vazhdojmë, sonte kemi takimin e rregullt përsëri, kështu që negociatat brenda Vlenit nuk ndalen. Ai tha se në parti e kanë pasur kuvendin dhe se kanë rekomandime të qarta dhe i kanë dërguar te Vleni. Sonte kemi takim të kryetarëve të Vlenit. Besoj se grupet e punës do të vazhdojnë të punojnë edhe do të arrijmë të gjejmë një zgjidhje që do ishte e kapshme për të gjithë me të vetmin qëllim që mos ketë frustrime dhe pakënaqësi nëpër partitë të cilët e përbëjnë Vlenin. I pyetur për të komentuar deklaratën e Bilal Kasamit, i cili në një paraqitje televizive tha se Taravari 0 ka shkuar te Vleni dhe 0 do të mbetet nëse del nga aty, kreu Aleancës për shqiptarët tha se Kasami nuk e ka pasur me qëllim të keq, por ka gabuar me radhitjen e fjalëve në fjali. Ma shumë ishte lapsus lingue, kur goja folën më shpejt se sa truri që proceson, ashtu quhet në psikologji, mendoj se nuk e kishte me qëllim të keq, ose thjesht e gaboj radhitjen e fjalëve në fjali, nuk mendoj se kishte prapavit keqe deklarata e zotri Bilal Kasamit. Zotri Izet Mexhiti nuk e kam dëgjuar dje në qoftë se ka thënë se unë isha në Kosovë gjysmën e ditës, nuk e kam dëgjuar çfarë ka thënë, po pavarësisht janë normale brenda partisë ka telashe, po mos flasim katër parti. Takimi i sotëm vjen 2 ditë para se të skadojë afati dhënë nga liderët e tjerë për Taravarin, të cilët ditë më parë thanë se çështja duhet të sqarohet brenda javës dhe Taravari do të ndajë mendjen, do të vazhdojë bashkëpunimin me Vlenin ose me BDI-n. Krisja mes partnerëve filloi që kur në media u bë ditur se Taravari ka kërkuar që në zgjedhjet lokale të garohet me lista të ndara të kandidatëve për këshilltar dhe 40% të kandidatëve për kryetar. Liderët e tjerë kundërshtuan këtë opsion dhe përshpejtuan nismën për shkrirjen në një parti të vetme. Taravari nga ana tjetër kritikoi funksionimin e Vlenit dhe jo efikasitetin e marrjes së vendimeve brenda koalicionit.